Lajmi që ka ndezur debatet dhe komentet në rrjetet sociale është ndarja për folur mes Monika Kurremadhit dhe Ilir Metës. Një histori që prej kohësh flitej në heshtje, por që tani po merr masa të reja në sytë e publikut. Burime pranë rrethit të tyre flasin për një distancim të qartë mes çiftit, duke theksuar se secili ka zgjedhur të ecë në rrugën e vet, larg njëri tjetrit dhe larg skenës së përbashkët politike dhe personale. Në mes të kësaj vëmendjeje, Monika Kurremadhi është fashur papritur një rol krejt ndryshe nga ai që publiku është mësuar të shite. Opinioniste në Big Brother VIP Albania 5. Prania e saj në panel ka shkaktuar reagime të forta pasi për herë të parë ajo shfaqet kaq hapur në një format televiziv argëtues, duke komentuar sjelljet, strategjitë dhe emocionet e banorëve. Disa e kanë cilësuar këtë si një kthesë të guximshme, ndërsa të tjerë si një mesazh të qartë se ajo po ndërton një identitet të ri publik dhe të pavarur. Sipas aludimeve që qarkullojnë në media dhe rrjetet sociale, Ilir Meta është tronditur emocionalisht kur e ka parë ish-partnerin e tij në ekran në një rol kaq të ekspozuar dhe të komentuar nga publiku. Për ata që nuk e dinë, Ilir Meta është ende në qeli dhe kjo gjë duket që atë ka tronditur shumë. Flitet se pamjet televizive dhe johona që ka marrë Monika Kurremadhi kanë qenë një surprizë e fortë për të, duke sjellë reagime të papritura nga ana e tij. Megjithatë, këto mbeten raportime dhe interpretime mediatike pa një deklaratë zyrtare nga vetë Meta. Ajo që bie në sy është fakti se Monika Kurremadhi përmes këtij angazhimi televiziv duket se po dërgon një mesazh të heshtur. Ajo është gati të flasë, të gjykojë dhe të jetë pjesë aktive e debatit publik jashtë kornizës tradicionale politike. Opinionet e saj në Big Brother VIP 5 kanë sjellë diskutime, përplasje mendimesh dhe kanë rritur ndjeshëm interesin e publikut për çdo dalje të saj. Në fund, kjo histori mbetet një ndërthurje politike, personale dhe mediatike, ku ndarja e një çifti të njohur dhe shfaqja e Monika Kurremadhit në një format masiv si Big Brother VIP po krijon një kapitull të ri në perceptimin publik për të dyja figurat. Nëse do të ketë reagime zyrtare, sqarime apo surpriza të tjera, kjo mbetet për të parë në ditën e vijim, ndërsa publiku vazhdon të ndjekë me kuriozitet çdo zhvillim. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.